Investimi në shpestari, në pula, kultivim të pulave përvojëse edhe përmish në natyrë, a është mjetet e fituara nga puna në bujqësi, apo ndonjë kredimarrje, apo gran? Na zakonisht punojmë me marrë kredia, se nuk mujna vetë mi më rikrejt se investimet, çdo vit po ka investimet ndryshme, po këshyri mu rritën edhe po ka investimet maja, lypën shumë mjete, zakonisht me kredi po furnizumi. Unë këtë shtallë e këmë bo vitin e kaluar, është e madhe, i ka mbi me qëtu farë mbuluja të anash, i ka dikun mbi 1400 metra katror. Ka vend edhe për pular, më shumë se thatë 5 terasa edhe po, dhe rreth 5000 pulave kam domethënë. A ka vend edhe për ma tepër? Në këtë shtallë nuk ka, jemi të bëjmë shtallën tjetër. Se po do të... Prap investimin shpestari? Prap investimin shpestari, se domethënë hajde me bërë një shtallë, domethënë, po tash po do të me bërë tjetrën, se na nuk mujna me hek me dytë, me si me thonë këtu, e mi investuar edhe në shtallë edhe në shpes deri tash? Në shtallë, që kjo shtallë ka kushtu dikun 140.000 euro. Shpes, domethënë, kushtojnë dikun rreth 7 euro për kukë pulës. Dhe i sot të bëhen për me fillu me bëmës. Dhe do të kthehen këto mjete. Jo në periudhë se shumë kush e nis bujqësinë të mendu që për një vit. Po mendojmë se do të kthehen. Gradualisht kthehen. Në trende të shitjes? Edhe pse rreziku është i madh, domethënë në shpestarinë, kështu natyrë prej smundje ndryshme, po llogarizmi që inshallah nuk hasëm asnjë smundje. Shkollë bar. Faleminderit.